si Albin Baba. Ata pa njerëzit e thënë Albin Baba, po çfarë bën? Ata që çesona në ta morën Mirë, në ta morën në shtëpi në ta çojnë. Më shumë pse çka ka bë kryeministri, e ka katarjek vëmendjen popullit veç në veri. Kryeministri si ka veç një minutë. Kryeministri nuk i ka bë shtesat e fëmijëve, po ato janë pe taksave paguzve. Kjo është baba. Ndryshime s'ka e pas hiç. Faktikisht që mund me ardhë prej Zvicrëve, Gjermanisë për me haxhuar gjithë ato parë për me ardhë për një votë edhe e meriton. Mirë po në anën tjetër nuk është as fitore se asnjëri s'ka fitu, bile asnjëri as që bën qeveri, ai pe personal për kohërin. Përshëndetje, sa ka qenë e pritshme kjo fitore e Albinit, a mendon që e ka merituar këto 41% që i ka marrë? E ka merituar se entuziazmi i këtyre faktikisht që mund me ardhë prej Zvicrëve, Gjermanisë për me haxhuar gjithë ato parë për me ardhë për një votë edhe e meriton. Mirë po në anën tjetër unë për veti nuk është as fitore se asnjëri s'ka fitu, bile asnjëri as që bën qeveri. Tu e pas parasysh në për fushata ka pas shumë njerëz si për LDK-n, si për PDK-n, po ashtu edhe për vendosjen. Pse ra kaq poshtë LDK-ja? Mirë, LDK ka ra poshtë më herët, jo tash. Po, edhe më herët ka qenë. Më herët ka ra, krizën e ka pas më herët tash, po më nëhet më rinjallë, disa po ka sukses. Ka qenë e pritshme që këtë mandat me e marrë edhe LDK-ja, të paktën kokë me qenë me... Unë për vetë se kom pritë, se unë jem LDK bashkë, mirë po se kom pritë LDK. Nuk e ki pritë? Jo, se kanë halë strukturat të kretë, sa në a mendon që ka me punë ndryshime në këtë vend? Vada jo ti, tash qeveria shkëndër të Vjosa Osmani. E që po i thojnë Albin Baba, çfarë mendimi ke? Kjo është me faktikisht me dënu popullin. Pse nëse bëhet dikush babë, ja bëhet sukër Saddam Husseini edhe ai tjetër e gjort. Edhe çdo, se unë për vetë s'jam kundër aty në asnjënit, mirë po nëse jap as si pushteti, as si sani shumë babë, atëre e kanë egzageruar. Domthon kanë me ardhë edhe që po shihet, ai pe personal për kohërin, personal ata. Edhe fjalën që e ka thonë Klan Serbia. Klan Serbia, o vendimet vlodëshme, e tjera, kretë po vinë këto sene, pe asaj për krajes që kanë super të madhe. Pe njerëzve, domthon që nuk, kjo është baba. E tash baba, tash... Të shohim. Qa po bojnë ndryshime në këtë Kosovë? Ndryshime s'ka e pas, hiç. Po thu? Jo, dërë të Vjosa Osmani, do më kërbanë se ata nuk mund me zgjidhë kryetarin, prishet qeveria pas bate, qeveria dere vere, nashta dhe qatë të banë votimit të reja për parlamentit të drë. E vërti, qashtu, na të falendrojmë shumë i nderuar. Se asë njani që këshyra votat pak, asë njani s'po më kene pa qeveri. Asë opozita, asë kene. Po nashta me listën sëpë s'ka bojnë. Po mdo që asë njani s'don me të, edhe të faktikisht mund në bërë qeveri. Qashtu, na të falendrojmë shumë i nderuar. E pa qënetën, ju shumë ju sa dhe kalën e mirë. Shumë faleminderit. Kjo është baba. Ndryshime s'ka e pas hiç. Faktikisht që mund me ardhë prej Zvicrëve, Gjermanisë për me haxhuar gjithë ato parë për me ardhë për një votë edhe e meriton. Mirë po në anën tjetër nuk është as fitore se asnjëri s'ka fitu, bile asnjëri as që bën qeveri, ai pe personal për kohërin. Si Albin Baba. Ata pa njerëzit e thënë Albin Baba, po çfarë bën? Ata që çesona në ta morën në shtëpi. Mirë, në ta morën në shtëpi në ta çojnë. Më shumë pse çka ka bë kryeministri, e ka katarjek vëmendjen popullit veç në veri. Kryeministri si ka veç një minutë. Kryeministri nuk i ka bë shtesat e fëmijëve, po ato janë pe taksave paguzve. Përshëndetje, qa ka të veçan Suareka që se kanë vende tjera? Po me siguri ka se Suareka në pikpamjet infrastrukturës ka përparu mjaft shumë. Gjitha rrugët i ka të asfaltume, i ka të rregullume, ujësia si është afërsisht në çdo fshat. Prandaj edhe sheshin tash është zbukuruar. A çka është karakteristike që fshatrat që kanë lakmi as fshatrave të perëndimit, as Zvicrës, as... Që janë përparume, me shkuar për shembull në për fshatra suë, a jam Zvicra, në Gjermania, infrastruktura, kanalizimet, kubzat, gjitha rrugë, kërkon kaman balt nuk
Nuk s'ke. Edhe A jeni të kënaqur me kryetarin? shumë patjetër. Edhe është A ju ka shkumendja me nduna i herë? Jo, kryetari ka qenë shumë aktiv. e boni një pyetje për punësim. E sa i përket Kërse këtë për punësimin s'ka njerëz. Mua po më duhet një punëtor me punu diçka do drumi mora diçka pe malit tem, po s'mon me gjithë se krejt janë të punësum. Ose janë në institucione shtetënore, ose në firma private. 50% ka dole janë. Po, edhe është në rregull kjo që që kjo, vetëm që kjo nuk është e... A mendon që pagat e vogla po e bojnë që me dal jashtë? Pagat nuk janë fort vogla, po ju ka dhonë tash që shtu rinis, hytë gjëm, po shkojnë atje, po... Tarënat janë ma mira, jeta është ma mirë edhe E ta është kryeministri që i ka bua edhe shtesat e fëmijëve. Po, në mos ta fal për kryeministrin. Jo, kryeministri si ka Kryeministri i mirë, shumë veç një minutë, se kryeministri nuk i ka bo shtesat e fëmijëve, po ato janë shtesat e fëmijë janë pej popullit, pej taksave paguzve, si janë pej kryeministrit. Ti shkon ai kryeministri tjetër, pra nuk i kish bo hala ma shumë, po ky ka bo edhe këto nuk janë keq, mirë po këto pej taksave popullit janë, jo pej kryeministrit. Kryeministri ka qëndar dajnë sen tjetër me bo ma shumë. E qa u du kërkona, misër ma shumë? Ma shumë, pse që ka bo kryeministri, e ka të rjek për popull, këtë vëmendjen popullit veç në veri, mirë dhe në veri, i ka bo të punë, po ato në koordinim ka qëndar gjithë shka më bo në koordinim me Shtetet e Bashkuara Amerikës. Ma tepër do në koordinim me Bashkinë Ndërkombëtare edhe me Shtetet e Bashkuara Amerikës. Mendon që i ka prish raportet me Amerikën? I ka prish këtë sholla, po inshallah nuk fjala e tij nuk është populli është me Amerikën kryesore. Na është inshallah qeveria tash i bën pak. Populli është gjithmonë me Amerikën. Se ky ka prish pak. Edhe është mirënjohës. Ja, e ka prish. E që po i cilësoj si Albin Boka? Ata pa njerëzit e thënë Albin Boka, po çfarë bën? Ata që cilësojnë në ta morën në ta morën në shpinë ta qojnë. Ta morën në shpinë ta qojnë. Kalofshit mirë. Përshëndetje, a mundeni më tregu cili ka qenë momenti më i mirë në jetën e juaj, që e kujtoni vazhdimisht inshallah? Përshëndetje fillimisht për juve dhe shikues të dëgjues tuaj. Jeta ka shumë momente, edhe të mira, edhe të vështira. Unë i kam pas edhe njërën edhe tjetrën, edhe me bollak edhe njërën edhe tjetrën. Prandaj do t'ishte vështirë me gjetë. Por po u them, kam qenë Bujanos një takim zyrtar kur ka qenë të shpallet pavarësia e Kosovës. Një ndër momentet më të mira. Edhe zgjati aj po frigosha se do të zgjas e s'do të muj me mri me kohë, me orë në Kosovë për me përjetu gëzimin e pavarësisë. Po dha Zoti, përfundoj ajo, edhe në kufi kalova e erdha vetëm deri në Gjilan. Kjo është kënaqësia më e madhe për mua që e kam përjetuar personalisht, e më vjen keq që gjeneratat që kanë ikur para këtij momenti kanë vdek me këtë mall. Me këtë mall. A në gjena i gjenerat që e muan mene dhe ka vdek me mall për me e po Kosovën? Prej babës tem e andej. Prej babës tem e andej. Të gjithë kanë vdek me mallin me po Kosovën të lirë. E na i moment keq që e ki pas një? S'ka momentet keq, ato që kanë qenë vogla. Vogla, dhe me thonë, kur ta bën ti kush këtë pyetje, e mun e mira të keqe? Nuk kam momentet keqe, deri me shpalljen e pavarësisë na kanë bajt shpresa, dhe gjitha edhe ato të keqe kanë qenë të mira, se e kemi prit pavarësinë. Pas pavarësisë, edhe këto që janë trënda na duken, nuk janë trënda se është pavarësia. Është pavarësi. A jem të egzuna sot këtë liri që e ka? Po qyshja, bre, bia ime qyshja, po kush se gëzon. Edhe ai që në momentet caktuara thot, nuk thot ndryshe, e gëzon se më shumë flet shpirti edhe trupi se sa goja. E vërtet. A keni mesazh me dhon, po se një këshill për rinin që po e luajnë Kosovën edhe po shkojnë, po punojnë në gurbet? Jo, s'kam mesazhe për rinin se jemi të vonuar në gjeneratat para tyre. Nuk ja kemi kriju e kushtet, sepse njeriu e lakmon edhe don të mirën. Normalisht. Prandaj, nëse ne s'ja kemi kriju e kushtet që ata me lakmu e këtu, atëherë ata po i lakmojnë tjetër kujt. Vetëm kam porosi për ata që punojnë e që duan edhe që qoftë edhe unë këtë mosh të shtyrë të them,
të punojmë që të marrin lakmi të rinj jetë këtu e jo tjetër. E jo tjetër kon. A mendon a jemi pajtimit edhe me fjalët e shokut ose kolegut, nuk po di çka jeni. Jemi edhe miq edhe shok edhe kolegë. Edhe kolegë, të trija. Unë me Kallabllaki kam gjërat një. Patjetër se po se është një person I cili ka përjetuar këtu. Po edhe ke pyetja për kënaqësinë e shpirtit. Unë I takoja sot gjeneratës 81 me 11 mars 81 kur ka filluar shkatrimi I komunizmit në Ballkan edhe në Evropë në herë për gjithmonë, po që më rikthyen në gjeneratat më të reja, më të mira, më të avancuara. Edhe në vitin 9 qershori 99-s për mua ka qenë nata më e lumtur e jetës time kur unë shkoj marrëshën Kumanov, edhe 12 qershorit 99 që këtu kam qenë. Me 12 qershor këtu kam hyrë në Prishtinë, nuk kam pa asnjë njeri këtu. Edhe 46 orë kam nejt pa hangër në Prishtinë se s'ke pas ku me marr, se s'ka pas kërkush. A vëtën e jam shëtit si që ta qenë të ndacaka dhe s'ke pas shka me ba të shka, asja e ka qenë dita me lumëtër e imja. Po ju gjeneratët e reja që pohënin për lakmën jashtë e po ikin jashtë. Mos me ndoni që atje ju presin me lule. Mos me ndoni këto se edhe thera këtu e ka vlerën e vetë. Normalisht. Unë veç po du mi obo një pyetje dyve, a mendoni që lufta e Kosovës duhet me obo si libër që gjeneratat e reja me mësu që ka bo Serbia në Kosovë? Po, unë jam autore 27 veprave. 27 veprave. Ose me bo si landë në për shkolla. Tu e pas parasysh edhe historinë e jasharëve, po edhe luftën në Kosovë. Se lufta në Kosovë në landën e historisë në shkollën fillore është vetëm një pjesë e vogël në fund të librit. Kështu që mendoni që duhet me u bë si landë që me mësu çdo gjenerat për luftën që ka ndodhur në Kosovë. Unë mendoj patjetër se po historia nuk guxon më harru, se nëse harrojmë historinë tarhon jeton me tre gënjeshtra, nuk mund të me jetu pa bazë. Së në marrë shpinë pa temel, pa bazë. E unë faktikisht I kam shku me Pej Sanxhakut në ishit 2 ditë kur në kanë shpëngull atje edhe deri me ditën e sotit I kanë komplet veprat. Edhe këto treja sot të bohën shumë kemi shkrume, kemi edhe poezi, ase po unë pyte që me bo liber për zëshama, akoma nuk kom po se kemi hala shumë për më vërtetue, se u konë që shukon nuk konë jetë e qëturën. Jetë e qëturën nuk konë para lufte, edhe nuk e mujti me të bu se s'ke pas për zëshë se kur sot që I kemi institucionet tona, edhe por me mujte me bo dikush dishka një arkiva një dishka. Edhe ka qenë jetë e qëturën. Edhe tash vim kohë për me të bue. Këto gjëra, pa tjetër se duhet më bo, historinë nuk guxoj me harrue, edhe ju rinia me përcjellë se ju do këtë si kur anër kur ta them dishka ju që e keni përjetu është ma e rëndë për juve se për neve që na thuni. Ju do këtë si kur anër. Apo ku tani edhe mundi me thonë pse këta vesh ku me di çka pas kanë bëu adena ose po leftuan ose po diçka. Apo ne kemi përjetuar shpirtërore. Sot e ke shumë një orë letrare në Gjilan. Edhe një të mbytje më kanë bërë edhe një nxënës shumë I bukur, një gjallë 70 vjeçar, si ishte më shumë. Pasi edhe këtu me të vërtet preken që unë shpesh herë edhe në orë letrare ku shkoj, në për shkolla ku shkoj, shpesh herë I ikum kësaj pyetje. Se nuk mujt ty me ta lodh kokën si një eri, si një vajzë e re, ose si ai nxënës I ri. Mja lodh kokën me masakrat e tragjedit na çka I kemi përjetuar. Edhe është rënë ajo. Unë e mendoj këtë sen që duhet me u bë si land në për shkollat, si qoftë fillore, qoftë mesme. Që me ditë çdo rini çka ka hek populli I Kosovës. Patjetër se po. Na të falenderojmë shumë që do të kohë. Cili portalin e Na jena në terren, bashkëpunim me këtë. Me këtë, bukur. Ju e shtruat pyetje na duhet të shkruhet për luftën e fundit shtyrimtare të Kosovës. Është një rregull për histori. Historinë e shkruan fitimtari. Luftën Kosovë çlimin e ka marrë shqiptarët, kombi shqiptar. Prandaj sipas atij rregulli, kombi shqiptar do ta shkruaj historinë edhe do ta sistemoj aty ku e ka vendin në shkollë. Ata e din, ekspertët e din, prandaj ajo do të bëhet edhe besoj që edhe është duke u bërë, edhe nuk mashtrove edhe një pyetje, 2 mishtrove, po një që s'mashtrove, por do ta jap përgjigjen. Nuk më pyete a shpres edhe ndonjë gëzim këtu e këndej. Ja mundesh me po do ta jap përgjigjen në pyetjen që ja bëra vetë vitit. E pres vetëm edhe një gëzim të madh. Cili është ai gëzim? Ajo është gëzimi, bashkimi I kombit shqiptar dhe I trojeve shqiptare. Ekziston një rrugë që ka filluar në Tiranë, Institutin Studimor,
e që mban titullin Platforma për referendum kombëtar. Kjo është zgjidhja e shqiptarëve, prandaj i ftoj shqiptarët sa më shumë e më shpejt ta përqafojnë platformën për referendum kombëtar. Zgjidhja është e çështjes kombëtare, pa luftë, pa korrupsion, pa mashtrime, pa dallavere, por me sinqeritetin më të madh. Unë u falenderoj. Faleminderit dyve, faleminderit shumë për juve që ndodhët me neve.